Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi Natural. Një program i ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Aron, mirë se erdhe. Përshëndetje Mirëmbrëma Yje Kids, përshëndetje Arbana dhe përshëndetje, unë jam Aron Guçi, një super këngëtar 11 vjeçar nga Tirana, me origjinë që jeton në Gjermani. Ti jeton në Gjermani? Po. Nga Gjermania ka ardhur sot? Po. Në çfarë ore ka ardhur nga Gjermania sot për Mirëmbrëma Yje Kids? Që nga ora 4 vetëm për ty. Faleminderit shumë, më vlerësoj shumë. Je zgjuar herët, ë? Po. Ke marrë avionin? Po, Wizz Air. Wizz Air, okej. Edhe erdhe këtu në Tiranë? Po. Pëlqen Tirana? Tirana, po. Unë jam një dhe dashës i vogël, ta dish. Vërtet? Po. Çfarë të pëlqen më shumë nga Tirana? është kjo kur shikojnë njerëzit që takojnë shokët e tyre, takojnë të dashurit, takojnë shokët dhe kështu ndjesh kështu si sa bukur, domethënë të gjithë janë qetë, të gjithë po bëjnë gjë. Aha. Por po, kështu është. Po në Gjermani, të pëlqen jetesa atje? Në Gjermani thuaj se e njëjta është, po të gjithë janë duke vajtur diku edhe pastaj nuk ke më një kështu si feeling që është që të jep qetësi, domethënë jo si Tirana, po më shumë je në për trafiqe, je në për makina, autostrada dhe kështu, më shumë duhet jetë së shpejt, se sa të shikosh ata dhe të ndihesh kështu si qetë. Të ndihesh si qetë, e kuptoj. Sa vite ke ti që jeton në Gjermani? 11. Edhe veshi im tani dëgjon më shumë gjermanisht se sa në shqip që më rrotullojnë fjalët. Po, familja jote pse ka shkuar të emigrojë në Gjermani? Rasti im. Okej. Është paraliza cerebrale ose cerebrale pareze që është truri. Okej. Truri edhe truri kontrollon një pjesë të muskulave të këmbëve. Edhe këmbët tani në rastin tim nuk i marrin mirë signalet e trurit, nuk i marrin mirë signalet edhe kjo është rasti që shumë herë bën çfarë duan ata muskujt ose vetëm signali është i gabuar. Edhe prandaj edhe unë u linda shumë para kohe. Okej. Mungesë oksigjeni. E kuptoj. Edhe kjo gjë me këmbët, po pavarësisht kësaj jam një kantautor shumë i mirë edhe kam shumë shok. Sa më bëhet qefi që ke shumë shok. Janë të rëndësishëm shokët në jetë, apo jo? Po, shumë. Kur ke shok, është e rëndësishme në jetë, po, të jetë një lloj që dikush disa herë është pranë. Të kënaq, ideja që dikush është pranë aty për ty. Më kënaq, edhe ke shumë për t'i treguar sepse duhet njiheni së bashku më përpara, edhe nëse njiheni perfekt, mund të fillojnë shoqërinë. Kush është shoku yt më i mirë? Kam një shok që quhet Amar. Okej. Ai po fillon karrierën edhe ka marrë pjesë në një festival, tamam si unë. Vërtet? I pëlqen të këndoj? Unë kam marrë 2 vite rresht
pjesë në festival dhe kam fitu. Bravo! Vendin e parë. Bravo! Në çfarë festivali? Twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. Ke filluar të këndosh kur ke qenë shumë i vogël? Që nga... Si ta them, që nga vitet e 6 ose 7 vjeç, nuk e di. Okej. Që nga vitet e 5 ose 6. Okej. Aron, ti e ndjen veten ndryshe nga të tjerët? Jam qik i trishtuar, po në qoftë se kam muzikën atëhere, edhe në qoftë se kam gjërat bukura në jetë, edhe në qoftë se ndjem kështu kur jam në Tiranë ose kështu në Shqipëri, atëhere është një copë e vogël e jetës time që është i bukur. Çfarë të bën ti jesh i trishtuar? Është këmbët, sepse Tirana është plot me pragje, edhe Shqipëria vetë. Edhe i kin dritat, po nga që njerëzit këtu në Tiranë edhe thuj se të gjithë këtu në përbot, thuj se gjithë njerëzit janë me pa aftësi të kufizuar, po mund të ecin shumë mirë, kanë biciklet, kanë skuter, kanë këmbët e vetë për të ecur, bëjnë trik me skateboard edhe me patina, po unë me relator edhe këshu. Edhe më duket vetë si kur i krusur, po... Se di, qash, si ta them. Megjithatë mua prindërit e tu më kanë treguar që ti ke patur shumë përmirësime, që kur ishe i vogël. Po, pa diskutim. Përmirësimi i parë ishte, më përpara, nuk kam hecur fare. Zero walking, edhe nuk kam hecur fare. Fare, isha i krusur, edhe majt e gishtave më dilin këshu, lartë. Isha këshu, si i krusur. Edhe pastaj me kalimin e kohës, prindrit kanë qëndruar afër dhe ka bërë çdo gjë. Është e vërtet? Po, që nga provimet e para, që nga provat e para për të ecur deri tek operimet e para të doktori. Po, kanë bërë shumë. Ke patur frikë ti kur shkoje dhe futesh në operacion? I kam me tërmend qik frikë. Po çfarë ke bërë për t'ja hequr vetes frikën? Çfarë i ke thënë Aronit? Po qa do më thënë e kam hequr frikën, unë e kam bezdi se me qa më ndërhyn me thika, se më futin muskuj. Më futin narkozën muskull. Edhe kjo është qik për zë për mua. Do më thënë që të ndërhyn me thika, edhe pastaj thonë me tërmend që do të fusin thika në muskull dhe ashtu është, po në fakt nuk një gjë se kam narkoz. Se më pickojnë me ashtu, me shëring. Me shëringa. Po. Ti ke mësuar të gjitha këto gjëra tani, narkozën, shiringat, je bërë specialiste? Specialist operimin nuk jam bërë të më, sepse nuk doa të bëjmë doktor, po ka mësuar shumë rreth parezës time cerebrale. Ke mësuar. Mendon që ka qenë e rëndësishme për ty që të dish edhe të mësosh për gjendjen tënde? Po prindërit më kanë thënë gjithmonë mua, ti je një njëri speciale dhe do të tregojmë historinë tënde të lindjes. Lindje në Tiranë në këtë edhe këtë vit, edhe ke pasur këtë dhe këtë gjë dhe rri krusur. Edhe pastaj ju preka, edhe fillova në çdo detaj, analiza dhe kështu të bëja, se ma kanë thënë shumë herë prindërit. Pastaj e kuptova që është,
sepse vetë e kam parë si heci unë në Shqipëri. Se në Fier ka shumë vende me pragje dhe si heci unë aty me rolator, thuj si bie nga pragu i rrugës. Është problem Shqipëria që ka shumë pragje, a? Problem Shqipëria nuk është, po është tamam kualiteti i rrugës është qik. Ashtu. Problem. Problem, po. Problem. Ti do të bëhesh këngëtar, më the, a? Po. Cili është këngëtari yt i preferuar? Alban Skënderaj. Aha. Alban Skënderaj, Noizi, Okej. Luiz Eli që shpresoj të bëj një lidhje. Okej. Edhe Stresi gjithë këto. E ke parë ndonjëherë Alban Skënderaj në koncert? Air Albania Stadium e kam parë në YouTube. A ke parë në YouTube, po nuk e shkuar në koncert? Jo. A i diti që a i do vi në koncert në Gjermani? Po, Stuttgart. Dhe e di që unë i kam marrë për ty 3 bileta, 1 për ty dhe 2 për prindrit e tu, që të shkoni atje, edhe ta shikoni Alban Skënderaj në live. Sa bukur, e? Të pëlqen? Po. Do t'i jap pastaj, edhe shkosh ta shikosh me qenë se të pëlqen në Stuttgart. Edhe një nga këngëtarët e mia të preferuar është Michael Jackson. Michael Jackson s'kam ku ta gjej unë, Alban Skënderaj unë gjej. Po ka impersonator të Michael Jacksonit, ka aktor. Ka aktor. Që e losin. Okej, cila këngë e Michael Jackson i pëlqen më shumë? Thriller, Billie Jean. Ma këndoj çik Thriller. Një pjesë. Okej. 'Cause this is Thriller, Thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller, Thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Bravo Aroni, bravo, më pëlqeu shumë. Futbolli të pëlqen? Futbolli? Po, qik. Por nuk më pëlqen nuk është kështu që nuk më pëlqen sepse duhet lëviz, por nuk më pëlqen sepse kam hobi të tjera. Okej, çfarë hobish ke ti? Këndimin, muzikën dhe kështu. Tani nuk është të gjitha hobi, se bëj ngjitje, bëj terapi, bëj teori muzike është sigurisht pjesë e hobit. Edhe bëj shumë terapi, e kam ditën e mbushur. E kam ditën e mbushur plot. Aron, të shikojnë njerëzit ndryshe ti, e ndjen që të shikojnë njerëzit ndryshe apo jo? Unë ndjem qik i futur në kulturë, por edhe qik i fyr, jo i fyr, po si ta them ndjem qik ndryshe. Ndjesh ndryshe. Si ndryshe? Të gjithë hecin, unë kam karrocë me rrota, të gjithë ikin pa problem në përpragjet e Shqipërisë, unë një herë të iki, pastaj më futanthi. Ti ke një motër më të vogël, apo jo? Ela. Si shkon me motrën? Ela vogël në kënaq në jetë. Është e mirë? Që zemra vogël. Po. E do shumë? Po, është edhe shumë qamarake. Ashtu, se qa bën ajo? Se, e di se qa bën ajo, edhe në qofë se është pjesë e jetës time private të themi qik. Ajo, do një herë, bëjë kështu një tundje me si të them, unë tund vetën kështu, tund trupin, edhe bëj kështu, edhe kështu. Ajo e dzirë gjuhën dhe bënë. Los me ty. Po. Në më të regosh pak për prindrit e tu?
një pjesë të vogël ta mbajnë mask. Prindrit e mi janë Sildona dhe Shkëlqim Guçi. Shkëlqimi direktor burgu, Silda docente në universitet, matematiciene. Okej. Kur ishim Tiranë, edhe pastaj kur kam lindur unë, kishim ca komplikata. Edhe pastaj u rrita unë, u rrit edhe karakteri im. U rrit edhe veshi muzikor, se Klemenci dhe Ulrikja, i cilët ishin komshinjt Gjerman të shtëpia vjetër, më kanë zbuluar veshe muzikor që i vogël. Ne kuptoj. Prindrit çfarë pune bëjnë tani në Gjermani? Sildona akoma matematiciene, Okej. edhe Shkëlqimi tani nuk është më drejtor burgu, por punon në hospital. Punon në spital. Spital. Okej. Ti shkon në shkollë, Ron? Po, Është një shkollë e veçantë apo është një shkollë normale? është e veçantë në fakt. Jo të më me veçantë, se shkolla inkluzive ka sa dush, ku dush. Po, është e veçantë, sepse kjo shkolla nuk të jep nota, si tip nota, okej, ke këtë notë, ke 4 përresi 4, po të jep feedback. Aha. Edhe ka teste më të vogla, se sa këta klauzurët e mëdhaja të shkollës. E kuptova. Emisionin mbrëma yje ti e ke parë atje në Gjermani? Po, Castro, Zizo, ato vipet e tjerë. Kush ka pëlqyer më shumë? Nga mirëmbrëma yje nuk ka konkretisht dikë, po historia e Luerit nga mirëmbrëma yje Kids. Ajo të ka pëlqyer, Lueri. Ty të pëlqen ndonjë gocë? Këtë duhet ta mbaj masked. Nuk duhet ta themi, ha? Kam shoqe. Okej. Kam shoqe, po emrin dhe kështu nuk e përmend dot. Nuk e përmendim. Është mask. Është mask. Okej, mbaj maskën. Rregull. Mirë, u kënaqja shumë me ty sot, Aron. Faleminderit shumë që erdhe nga Gjermania. Faleminderit. Por një herë dua të falenderoj stafin e Mirëmbrëma yje Kids. Edhe Kiabin. Gocat. Edhe Kiabin. Gjithë. Edhe Kiabin. Ja ku e kemi Kiabin këtu, që ka një dhuratë për ty. Të pëlqejnë dhuratat? Po. Kujt nuk i pëlqejnë dhuratat, ha? Kujt nuk i pëlqejnë? E pra, urdhro zemër. Nëse do të ndihmoj unë që ta hapësh. Po mirë. Të ndihmoj unë? Si ke qef? Apo do që ta hapësh pastaj me mamin dhe me babin? Pastaj? Pastaj? Mirë. Okej. Faleminderit shumë që erdhe. Mund të t'jap një përshafim? Po. Arbana. Zemër. Ciao. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do shta kapemi për intervistë tjetër. Do kapemi patjetër për intervistë tjetër, se unë do vi të shoh edhe në koncert, po mos harro koncertin e Albanit një herë. Po. Okej. Faleminderit. Na njoftoti për datën. Do të njoftoj unë çketi. Thank you. Ky program u mundësua nga Kiabi Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.